Enri ti së fundmi e bërë pjesë e një konkursi që do zhvillohet në Indi. Mund na flasësh pak më shumë se si funksionon pjesa e konkursit? Atëre, pjesë tashmë unë jam përzgjedhur nga Instituti Kulinar Ranzi, shkolla që kam kryer, kam studimet dhe tashmë jam në degën e Masterchefit për Young Chef Olimpiadë. Është Olimpiada e shefave të rinj në mbar botën, e cila zhvillohet në Indi. Pra, marrin pjesë, pothuajse një pjesë e mirë, afërsisht 50 ose 60 shtete të botës, të cila është një konkurs botror që ndodhet në Indi, pra bëhet fjalë për shefat e rinj të ardhshëm në botë. Si e ndjen, a është përgjegjësi të përfaqësosh vendin tat në vende të tjera të botës? Padyshim që po, është pavarësisht çdo gjëje. Gjëja e parë që të vjen në mendje duhet të jesh i kujdesshëm sepse me vete nuk është se po përfaqëson, me vete nuk do të marrësh vetëm si themi atë përfaqësinë tënde të tregosh identitetin tënd, por ke një komb mbi shpatulla që padyshim që duhet ta përfaqësosh me dinjitet.